Miqtë e emisionit Fol ju përshëndes nga fshati Skënderbegas. Një fshat që e ka mbytur trishtimi. Një fshat i begat, ku nuk mungon asgjë. Nuk mungon as dielli, as bukurit, as pemtoret, as banorët me shumë energji e shumë punëtor. Por fati i keq. Këtu në datën 12 ka ndodhur një ngjarje vërtet e rëndë. Një zjarr i përmasave apokaliptike e quajnë banorët, përfshiu fillimisht një fshat tjetër më poshtë, e mandej erdhi në fshatin ku ndodhen, pra në Skënderbegas, është më i godituri në rrethin e Gramshit, duke shkrumbuar totalisht 10 shtëpi. Shikoni me pamje se si ende kanë mbetur vetëm muret në këmbë, sepse gjithçka është shkrumbuar. Banorët kanë një muaj me syt nga qeveria. Çfarë po bëhet për ta? Kryeministri ka bërë një premtim që do ndërtoj shtëpitë nga para, shtëpitë e dëmtuara. Dhe shtëpitë e tjera që janë më pak të dëmtuara do të marrin dëm shpërblim. Ka sjellë dhe disa kontenier, ka sjellë dhe disa pako me makarona, vetëm kaq. Banorët janë në mes 4 rrugëve, sepse një pjesë e tyre kanë ikur edhe nga konviktet, ku streuan provizorisht në Gramsh. Pasi, si shton dhe vetë, nuk mund të jetohet në konvikt. Pra, ata sot janë në fshat, janë qiell të hapur, janë në këto mure pa çati, të shkrumbuara, ku ende të mbyt era e karbonit. Pasuri pafund janë shkrumbuar. Shikoni me sytë tuaj, unë kam mbledhur disa prej banorëve poshtë një shtëpie pa çati. Banor, faleminderit që jeni me mua sot, faleminderit që keni gjetur kohën në mes të hallit tuaj, në pikun më të madh të hallit që keni, të ndajmë bashkë disa të vërteta që t'i shoh dhe kryeministri dhe ai të reagoj. Si quhen, bab? Mua më qenë Kujti Pallosh. Jam 65 vjeç. Kjo është shtëpia jote? Kjo është shtëpia ime. Asë njësë më ka ngelu. Ka ngelu vetëm kali, pas amar. Ka ngelu e një lumrush. Pjesa tjetër e shkrumuar. Nga veri u thonë kryt shëndosh që Po ajo është e para, ajo është e vërtet, ajo është e para. Unë kërkojnë, sa më parë, flenë në konvikt, atje nuk, jo s'mu bë mirë, jo si shërbimet, po nuk qëndra do të erdha me gjithura sot. Ku të jetosh, o fa? Këtu, të njerëzit e mi, të komshin do flenë. Këtë ditë do punoj këtu dhe këto gërmadat, se nuk i shikoj dot. Ja kam filloj, kam pastruar gërmadat, brenda do era sot për të punuar prap. Si e përballon emocion, çfarë shpinë tënde që ke punuar? Sa vitet është dash ta bësh tash? Unë kam punuar 45 vjet këtu në shtëpi. Për një shtëpi. Për një shtëpi. Është 130 metra katrore, e mbushur, kanë qenë vetë djali kam Greqi, po është paleta, po bën 6 muaj që ka iku me gjithë grua, gjithë kalamak, nuk ka ardhur dot, sa është paleta. Dhe mallin e çulit e pa të brenda. Gjithçka. Po, gjithçka. Çka brenda që të tëra. Asin gjë. Kjo është pasuria juaj. Kjo është pasuria, s'kam gjë tjetër. Po murit e Diego kam pasur, s'kam gjë tjetër. Sot më ka ngelu e grua, e çunin në Greqi, gose kanë martuar të burri, këto më ka ngelu, s'kam ngelu gjë tjetër. Luan ndim. Po si ndodhi me do? Asën se kuptuam, po vetëm ku në ere zjarë ke shpije. Unë si shanë shpi, era nga puna, era këtu, çdo gjë kishte filluar, ishe pa mundur të qëndronja, ishe pa mundur. Pra ti e pe zjarrin, e ishe këtu në derë shtëpisë Po kur ishim këtu, zjarri ishe diçka më poshtë, me fjalë nuk ke shpije kushit poshtë. Zjarri, unë isha i mbaruar, këshallë se ruajta kokën tim, mora gruan dhe që dhe nënë këtu, nëna dhe ika. Ishe pa mundur të qëndronja. Çau kam thënë tonë? Po dhe edhe, kam punë ca kondinjerë, i vem sot, i vem nesër, do i vem, thot.
unë s'kam shtim me. Kanë sjell dhe kondinjerë dhe ty të kanë sjell? Po, kanë sjell, po si ka vendosur. Nuk i kanë vendosur. Nuk i ka vendosur. Do i vendosin, po. Unë po bëj një muaj në Covid, nuk mund të qëndroj dot. Po për shtëpi çfarë ju vendon? Unë nuk kam dëgjuar as televizor, se s'kam as radio, as gjë. Unë s'kam dëgjuar as gjë. Unë kam dëgjuar kryeministrin që ka thënë do bëhen shtëpi të reja të atyre që ndjek plotësisht. Për të gjithë shtëpitë që janë dëmtuar nga zjarri, do të merren masat përkatëse. Ata që i kanë humbur plotësisht shtëpitë do të kenë shtëpi të reja, ndërkohë që për ata që kanë pasur dëme të niveleve ndryshme do të kompensohen dëmet. E falenderoj shumë, llafet janë të mira, unë vepra ndërsot s'ka, kaq. Llafet janë të mira, ai ndopta ka thënë jam shaqim me provë i bëj dhe mund të ketë bëj, po deri tash s'e më gjej. Deri tash ti është Ja, situatë. nuk është. Pra ata që na ndjekin, Na kam pru ndihma, kështu ori sheqer, ne s'kemi nevojë për ori sheqer, ne duam shtëpi. Ne 5 familje që jemi këtu, duam vetëm shtëpi. Nuk duam mas makarona sorisme. Se nuk jetoj dot me makaronë të orisë, unë jetoj në shtëpi. e dhimbshme. Shumë e dhimbshme, Po për toka, sa toka tu prekën, sa prodhim. komplet s'ka Sa ngelë. ke patë? Unë kam pasur 1300 rush. Më ka ngelur 300 këtu poshtë, nuk më zuri. 1300 rrënjë rrush? Po, 70 rajulli, 70 rajulli, e 3 dëllim livanda. Që t'janë kapur. Po. Këto më jam kapur. Po unë nuk po i dua fare, unë dua këtu që luante të për kokokës. Që shikosh llamarinët e Firofet që kam nxjerr për jashta, ishin 2 shtëpi. 2 televizorët, 3 lavatriçe, 3 Firofe, ishin shtëpia e tij, ishin 2 shtëpi këtu. Që edhe mall e çunit. Kishe parë ndonjëherë? Ja. Unë po bëjmë 65 vjeç, ka rë zjarre shumë herë, i kemi marrë pjesë, i kemi fikur, po se ky zjarri këtë radhë. Si zjarri këtë radhë, dhe era ndikoj, ka ndikuar dhe ata din Zoti, era favorizoj, era ishte shumë e të mërshme. Jo, vetë shteti ka thënë që është në dorë qëllimshëm për atë punë, po është zjarri qëllimshëm. Ja, ne atë nuk e dim atë, neve... Për bindshit flakëve që rritet çdo vit, fatkeqësisht, duke ushqyer rreth e rrotull mes dheut, sidomos me temperaturat në kapërcime të vazhdueshme historike, por që mbin nga duart e mendjeve kriminale, të cilat fatkeqësisht gjejnë një rrallë aleat në radhët e gjykatësve të këtij vendi. Sipas gjitha gjasave dhe dyshimeve që ka policia, të gjitha vatrat e zjarrit në Gamsh janë të qëllimshme. Ndihma erdhin që ma vones, Pse thua erdhi me vonesë? e po ku dim gjaneshket. Kur ndodhi zjarri, kur erdhi ndihma? Zjarri që e me njeshëm, në 11, 12, në 11 ratje, 11 kara, 11 pa 20 kara, se e deklaroj ai. Në 12 e gjysëm karë tu. Kështu tha e deklaroj, nuk e di, usisha ati, po. Ajo zjarë fikse parë. Unë nuk kam gjemë më thej, unë duan ndim, të sa më parë. Dua shpit. Unë nuk kam forcë. Tjena 10.000 lek marë, 100.000 lek i do i laqa jo, 50 i dua unë, ne nuk marrim do t'i laqët. Me 5 janë unë nuk ha do të bukë, jo të bishpi. Më belë, më. Ande nga kryeministri, po ta kishe kaq përballë, çfarë do i thonë ti? 88 sot. Dua shpit, mbaj fjallën, që ti thoshe kryeministri. Dua shpit, mbaj fjallën. Okej. Faleminderit.
Po çfarë? Kaloj një të marreme. Po marreme e tjera. Unë quhet Muharrem Gorrica. Kur jam 69 vjeç, jam burrë grua. E ka shpinë këtu, pak më lart nga këtu. Po jemi si fisë të lidhur të shtanë, praktikisht. Shtëpia ime nuk u prek për fat se ka fëmijë të ikur, konsidoj 3-4 ditë djali që janë me gjithë fëmijët për shprodhër kjo. Ai u djellos fare. Ne. Që lloj djali si lindës se zbarkoi policia, ushtëria, nuk diskutohet kjo abet që te ministri i mbrojtjes erdhën, po atë kohë që erdhën kisha mbaruar, unë them dhe sa dhe ky zotëria që pa vëzhgjuar era shumë. Njerëzit që janë të traumatizuar fare. Nuk po dini çfarë po bënin, ikte burri, zinte ku kishte lënë gruan ose ikte gruaja ku kishte lënë burri. Se thoshin kështu, shtojmë kokën. Që vojë zjarr fikse tash ku vinë morë çfarë bësh kështu. Shtojmë mirë se zjarri s'kem, s'ke bënin. Ikte plakat, dhe ajri ishte i pa përballueshëm. U detyruam ikëm. Ashtu dha djali, se unë i smur. Gruaja më keq nga unë. Tash u më vesh djegu vaz materiale, sa taj drejt se pata materialet e fëmijëve se merrem me ndërtime me shumë i kanë ikur ndërtime me mall na ikur di koskat gjatë patë rrugat që kalojnë poshtë ato që po vinë ato drunja mi të asaj magazinës. Këto u marati, unë pata presha të shalem, do të qenë mirë po haj. Kush e mendon se do të fshat, zjarr. Koskat e zjarrit. E drejtë është lekën. Edhe gjallë nuk diskutohet. Edhe na erdha se kemi qenë konvikt 3 ditë, pastaj unë ikas me çdo shtëpi u hap si rrugë. Edhe i kam thënë se erdhë gazetar aty, shqyr ra ditën se të kishërën natën e u dojmë si pulat. Dhe ishim djeg papa. Që është me dhim surjeta, pastaj do t'i thoshe dikush shtetit apo këtij zotërisë, o më kishesh për babaj thot djali thot. S'po doja ma thot, se jeta është me dhimbshur. Vesh kësore jetja. Tash jeta është se e tha mirë ky zotëria se erdhëm këtu një ditë. Ore, ky do makaronë, çi do makaronë? Ky s'ka ku të zgjej makaronë, s'ka me çati të razoj. Mi se kripi pas katën, po ku do jedi makaronit? Ku ti haj? Me çati haj? Ktu siç ka ndodhur këtu më mend edhe në vendet e luks nuk është dëmtuar kaq. Dhe vendet e luftës nuk është dëmtuar kaq. Edhe populli shket s'di çfarë të bëjti. Më keq janë ata që nuk kanë shtëpi fare, me fjalë, u bë, nuk do çfarë ndodh, këtu s'ka njeri të interesohet. Këtu edhe rruga aty, bravo se që pa i top rruga aty. Po kafe mos pini mëngjes ta qeveritarët e bashkisë, mos them ta qeverisë, qeverisja në to Shqipërinë te, po mos pin kafe në ditë. Po bashkia mos pin kafe në ditë. E bëj rruga edhe këtu. Po ja, atë rrugën ishte çmera. Ajo skandal jo tmerr. Po unë erdha me si plot se ishte bërë rruga se bashkë me një kronik. Po bashkë kronik televizive që po bëjë rruga. Edhe i them operatorit hec pa frikë se është rruga e bërë. Kjo fazë përfshin sistemimin edhe shtrimin e rrugës nga ura, që ka qenë faza parë, deri këtu në fshat, që është diçka 800 metra nga këtu ku jemi. Projekt përfshin zgjerimin e rrugës. Sa kilometra është rruga? Është 4 kilometra, të zgjerohet me gjerësi 4 metra, përfshi vetëm asfalti, plus bankinave, përfshin përmirësimin e 2-3 kthesave që janë aty poshtë, trajtimin e ujrave nëpërmjet kanaleve, tombinave, muret mbajtës poshtë për zgjerimin e rrugës, muret këtu në fshat. Shumë mirë. Kur e kemi afat në dorëzimin? 4 muaj është. Po, duke marrë parasysh se jemi sezon e verës, do punojmë shpejt. Do kemi probleme me shirat. Jo, tash Jemi në periudhë mirë. tani kemi kushtet. Për punu. Koha për punë, s'kemi koha për pushim, apo kështu e kemi thënë. Jo për gjumë, tha. Se kjo ishte një domosdoshmëri për jo për vetëm për fshatin Skënderbegas, por për gjithë të krahin. Ne edhe këtu na më kuaj gjitha gjë. Unë e kam ngritur dhe një radhë me vend tjetër, unë pata aty mos i gruan smurë din shumë mirë këta, se këtu kanë qenë para zjarrit. Këtu po smurë të shtun dhe diel këtu s'ke mjekësi ka vdekur. S'ka si infermier? Jo, nuk bëhet fjalë fare. Këtu është kur thoshin plak se ka vdekur, këtu ka ngelu lagje zez, që s'këndon gjë. Po jemi gjithë ky popull.
Nuk ka rëndësi, thot. Neve na ka dhënë qeveria të shtunë djelë, pa ta grua nuk të mori lashet mërkur. Po pa të shumë thash me të do vi, se këtu ja po vi shumë të një lokal të atje. Pin kafe, kthejmë filxhan, cila grua do ndahet në burri, cila do martohet, cila do bekshu, lozin domino, do t'i gruash aty, një pasaj dhe vesh të informacion, kur vina njërë. Pa ta gruan, së vim. Se po vini? Jo. Moj zoj, thash po, me lek, thash, nga ky popull nga unë, thash, ato lek me ti do javë ti në mëroshi, thash me. Kam bërë shkollën, po ti shkollën e ke bërë, po të mungon kultura. Jo, qa do se me, unë të mjekësi se rrugë këto ti do demë të i thash, qa do se më në shpalim një. Që më konvikt, qeveria na u interesua të konvikti, pa kishtë herë, jo buk, jo dhe ati e mjekësia herën të rrët a spital të herën, po. Ne s'kemi këtu, ne na mungojnë këtu. E kuptoj. Nuk e di se si do bëhet, nuk e di. Faleminderit. Ka kaluar dhe zonjës. Si quhen zonjë? Mua më qojnë Bajre Qela. Jam 64 vjeçë. Edhe në qi. Edhe këtë që kemi parë dhe mos e paft njeri në... Dhe një hasëm të kesh atë që kemi heqë mos e paft njeri. Ikëm më burë, u dogjëm. Ikëm, mori shteti dhe doli shteti për para dhe nuk na limit dhimin më shpi. Or të lutem, ushtarët mi ke këtu. Qa ushtarët këtë i unë shpi? Jo, së të le. Si më nuk më le? Më dje një pasu një jetë, 65 vjetë, 27 vjetë që kam punu, 20. Jam 60, kam 26 vjetë që kam punuar në atë shpi. Aty, më shkovi për 10 minuta që ka vajt zjarri, 200 metra ka vajt zjarri. Pata 30 kujta lavando, pata 20 kujta raki, pata 274 i kam patrullin, që mblidhja sot, pata vajulliri, pata pula, pata... Or, ku numërohen, 2000 rënjë rush. Mirësi pa fund. Një mirësi për vetët ime shumë e kënaqshme ndaj kravet mi, se shteti është i fuqishëm dhe tjetë dhe e duam shtetin, jo pa shtet mos asnjë, por shteti duhet kishe vendor kur u vë zjarri. Iku një zjarr fikse, ka ik në ora 9:30, ka ik në 10. Se kur u bë zjarri në mal, vajti zjarri, vini shkërmënj me të shtëpis më. Ore do digjem thoshe pa hajde ikem, se më qilovi dhe gocat. Ore do ikem se po vjen shkërmënj atë zjarri, do ikem. Jo zjarri, ore erdhi zjarri re. Kur doli burri dhe çupa dolën aty. Shikoni, kur erdhën ata, ore, nuk kemi parë. Nuk pati ndërhyrje që në moment në parë? Fare, mra burr, fare, nuk pat fare ndim. Do t'ishe izoluar? Shiko, shteti. Çfarë ore ra dhe Zjarri ka rënë në ora 11:30. Çka ardh këtu? Ç'kemi të ditës. po atje në vëgjë. Atje ka vajtur në orën 9 para orës 9. Që ditën e parë të thosh në Kullollas. A dite me qa dite? A dita? Në orën 9 ka rënë Kullollas, në Bledës. Ai zjarri ju erdhi. Ai zjarri po. Dhe kur ka ikë zjarr fiksa këtu, po të kisha ardhur shteti, erdhi emergjenca, erdhën ata të ushtrisë. Erdhën. Dhe na ka ndaluar neve në Harunas. Neve na morën, ikën për zjarrin për flak me u dogjëm me burr, u dogjëm. Tërat pasuri që kur kam ikë së më ka luajt mendja nuk e di. Nuk e di që kam punuar një jetë edhe mu dogjë shpje djalit. Se që thaj, djali iku në Greqi dhe i pruri të tëra plaçkat aty. 2 frigorifer plus një shpit nuk mu dogjë, 2 frigorifer, lavatrice, stuf korenti, unë ati e rinja, ati e punomim dhe kishim zjarrin e rakisë, mu dogjë dhe kazani i rakisë u dogjë. Ore, 3 motora të kisha, mora i motor, 550 lekë, mu dojtë, fare më në burë, unë kisha shpinë. Ore, a i që foli, ne nuk kemi keq për makarona, por juve keni ardhur këtu dhe në thenjet e këtim populli këtu, këta që jemi këtu, se kaq që jemi, kaq kam si që dogjëm, edhe a i që së shdjegur. Shteti duhet verdor dhe jo të talët me këtë popull këtu. Çfarë do t'i kërkosh kryeministrit? Kryeministrit të vijë, unë do vetë kryeministrit do takoj, do të them çfarë ke bërë ti për popullin shqiptar që kanë atje që kur vjen vota, vinë. Pse nuk ka ardhur një firmë çatë di çka zjarri s'kem vetëm për 5 makarona. Pse keq për makarona ky popull ore? Pse keq për 5 kg morisja munore? Pse keq për çfarë jam për 5 më pruma 5 balla aty kallamishta. Hajde merri foto dhe tregoj ato fotot. Kallamishte. Se ajo është populli, ai shteti që vin për votat e vin për të gjitha. Dhe a kemi dhënë votën. Dhe po të kishim ardhur.
Po të kishin ardhur emigrenca që pruri ushtarët, erdhi ushtëria dhe të kishte ardhur moment ushtëria, unë nuk isha djegur. Dhe shumë shtëpi nuk ishin djegur, po dikshim ça, dhe ai kishte ndihmë na unë. Se dhe unë do kisha një ndihmë, dhe ky do kishte ndihmë na unë apo ndaj tjetrin. Po do gjëm shumë i menda. Jam bërë shkrum, ore, shkrum. Ndaj ju lutemi qeveris, ju lutemi rrethit që ti shikoj të gjitha se komisioni ka ardhur, të gjitha komisionit ti marri ashtu si që janë. Edhe ashtu si që ti merrni juve. Sakta ato evidenca. Evidencat janë bërë të sakta. Se si i ka bërë nuk e dim re burr. Nuk e dim se çfarë kanë vullosur. Nuk e dim. Unë them për vete që shteti jo se ka fuqi, shteti është shumë i fuqishmi, dhe i fuqishëm qoftë mi fuqishëm, por emigrenca qerdhja ditë dhe nuk na ka ndaluar rrugët, unë për vete time dua të tërë ato që më janë djegur, ti thosh kryeministrit. Hajde dhe ti. Po të të linda, që do bëje ti? O, do vija në shtëpi. O, dhe ti nuk isha djeg më, por nuk isha djeg. Po do ishe djeg, moj nani. Nuk isha djeg. Ata kanë ndaluar me të shpëtu jetën. Po pse erdhi ushtëria atëre? Ushtëria për çfarë është? Pse erdhi ushtëria? Po ndaj po them. Emergjenca. 4 kamiona me ushtar. Katër atje. Edhe policia i mbanin lopatat prapa. Edhe kasmat. Tu ke shumë drejt. Por kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Jo ti me duar në xhepa. Jo me dorë në xhepa. Jo vërtet, ai ishte i specializuar, ai ishte me mjete mbrojtëse, ai ishte me të gjitha kushtet. Është mësuar për ato ai për atë punë. Portafaj s'kilo part me vetë. Kishin lopata, kishin. Një grup kishte. Grupi tjerë s'kishte. Grupi i parë kishte lopata, kishte edhe kasma. Edhe u kthyen. Kushte grupet e tjera? Ngeli fshati Brashtisë. U shuam. Ato se themi do, e keni parë që ishin pa ujë. Nuk e themi do. Sot njeri në shikë me nga Gjemastani, sot... Si themi do të gjëra. Të rrim të realitetit. Të realiteti, ky fshat u doq themelisht dhe nuk vin me duhet ndim nga shteti, po nuk vulldo shteti, këtu nuk rregullojë jetesa e njerëzve. Vetëm ajo e vërteta. Po. Le të vi më burr, le të vi dhe vet ai të vi. Votën e do ai nga shqiptar, po ne jemi të djegur tash. Janë janë gjë që duket nuk do kallaus me burr, një fshash. Me kasolla me... Po jam ku shtëpi. Ka ngelu vetëm njerëzit, po çfarë do bëjnë njerëzit? Çfarë? S'kam një kovë në shtëpi. Fare. Juve mi se ardh. Faleminderit. Rrofshi dhe shqyr qeveria ta kemi të fortë, gjithë dhe mos e pa dhe një hasëm këtë që kemi parë. Kur kështu. A dhe i po them dhe një hasëm pra burë. Urdha. Përshëndetje, unë quar Naxhira Nazari. Kur ka ndodhur në 12, në datën 12, ka ndodhur keqësia, unë kam qenë në Greqi. Dhe më kanë marrë në telefon. Direkt kam telefonuar, nuk më hapte asnjë nga të afërmit, atyre që u kisha lënë çelësin e shtëpisë të gjitha. Të parë në telefonat që kam bërë që më ka marrë një çuni xhaxhait burrit, i kam thënë, kam pa 8500 euro brenda shtëpi. I thash më shpëtoni, në radhë parë më shpëtoni vetëm lekë që kam brenda, thash 8500 euro. Ai më thanë, nuk mundemi, tha, çdo gjë thash përfshirë, tha, nuk na le policia, nuk na le ushtria të kalojmë, tha, është e pamundur. Kisha dhe fëmit në Greqi, i mora për pushime. Se dhe vetë pa dokumenta po gjë, kisha 1 vit e gjysmë që kisha ikë me gjithë burë. I dogjëm dokumentat se këtu nuk po mundshim as me gjë, nuk shtyshim. Do të dhe hajtë punojmë, se dhe pleqëria në afrovi, jemi aty të mosha 50 vjeç. Pension s'merrmi gjë jo, fëmit i lam në drejtim të vetam. Shpinë kam pak luksoze. Po dhe ishte ta tregoj, i kam bërë video se kisha shumë qef, që do gjë ekipa ta marrë moderne. I kisha bërë për qefin tim, në emigrim, ktheheshim, iknim vim të dy, burre grua. Si përfundim u kthyem nga zjarri. Më ka vdek nëna, kisha pa pasaportë të tjeku, nuk erdha. I vdiq baba i burrit, nuk erdhëm dot. Si që një pasaportë tjekura. Në këtë fat keqësi erdhëm. Po se erdhëm kot. Nuk kemi një robë të veshim trup. Nuk kemi asë gjë. Ne kam marrë çdo gjë tash përfshirë plak. Thosha, po të kisha qenë vetë, ata do kisha shpëtuar, po të gjithë, ata që nga parë thonë jo. Te unë sigur ka qenë e hedhur, thonë, jo nuk është e hedhur, mbase bej budallikun që flas, dhe falin, kushdo që e dëgjon, po më duket, siç ma thonë të gjithë, që ka hartë flak aq furishëm në shtëpi time, se unë shtëpinë e kisha shumë të mirë. Shumë të mirë të bllokuar, kisha një kasolle, kisha një magazin
su për të madhe të ngarkuar, jo 10 kujtal raki, jo 2 kujtal vaj. E lere veglat e kalamave, se një ka mekanik, një ka elektricist, qyshte trapana e matrapike, gjitha që kishin këto që punonin, tani ka një kja shteti, se dhe ata se përbalonin do të këtu. Kam patur gjërat më të shtrenjta, që i blimim, i thoshte, bashorti, ti merr një gjërat mirat punës, se vegla e bën çdo gjë e bën punën. Edhe si ikën andej gjitha veglat i kanë sjell aty. Lere, ne që kemi 30 vjet që luftojmë banë, të dy burre grua, ai andej unë këtej 5 vite kam vetë që punojmë me 2 turne në Greqi. E nis në 7 mëngjesit e lija 4 mazdite, filloja 8 darkës deri në orën 3 mëngjesit me 2 turne. Lek që për unë vjeti dojgjëm aty, tër pasurinë e 30 viteve, dojgjëm aty, plus edhe gjoba që kemi marrë 2500 euro kemi, pa t'ikim prapë, se këtu nuk fundet me. I lutemi shtetit, i lutim. Ku të vem? Shpi jo, gjë jo, ku do vetë? Ja tani për tani më ka dhenë qelsin komshia, i vjen, se dhe i hikë dhe vjen së puna jo. Ne ikmi me vimin, së është se ishim më rimim. Ne këtë viti thujem pashaportat, më mirë, si jemi të 2 me tension të lartë, ja dhe të veshët, di ishim gram për ca probleme të dokumentave këshu, e kam patur 2 orë, e kam patur në urgjencë burrin me tension 18 me 11. Pasaj e solla lartë, vajtëm për punë tjetër, dola punë tjetër, së mbarova do të punë, as me dokumenta, as me gjë, se vajtëm spital. Jemi të 2 me tension të lartë. Ku do vejmë, ku do shkojmë? Ne këtu s'kemi asin gjë, dhe në kontenierë si që tanë këta lanë rrugë, qarë do bëjmë, ku është jetë ajo, ne kemi 30 vite me zi të ndërtuam, tham hajme që akoma jemi në gjendje të punojmë, të eqimi lekmjan, mos të bëhemi barë shumë dhe fëmive, vjen për 10 minuta, më thonë shpia jo të është dikë për 10 minuta. Si ka mundësi, se nuk ishte ka sol kashta dhe të mërtë për 10 minuta. E gjembi, e shpia digjet të gjam. Si ka mundësi, kam patur shpinë luksove, Kishe malë gjërat kap më të brënda. shtrejnëta se punomi më ndaj që Kishe bufe, kishe... llogaritë qyshte blenderit e frutave, lere këto. Ai kanë regjistruar dëmin sakt. Ku do vem? Ku shteti ku është? Për një muaj sa shtëpi jemi ne që nuk kemi shtëpi fare, jemi vetë 5 familje që s'kemi fare shtëpi të dytë, i kishte ngrit për një muaj, ishe ngritur 5 familje, 5 shtëpi. Nuk ishe ngrit 5 shtëpi. Ato po ngrin pallatet, i ngrin për 2 ditë, ngrin një pallat 12 kaçe, 15 kaçe, nuk ngre kanë 5 familje. Na gënjemi kontenier, rrihet në dimër kontenier. Unë kisha 100 metra o shtëpi, dori me 30 metra, i me mëzuri, dori, po ku? Ku do gatuaj, ku do bëj, s'kam i pirun një lub, një pjatë. Ku do vej halli? I lutemi shtetit, vend dorën zemër për ne, se që një fatkeqësi e madhe, nuk e dimi me anga natyra. A që vetë e bërë, nuk prap këtë nuk japim do të shpjegim, si ta themi, po, është një krim makabër kaluar luftës. Se dhe gjitha ata që kanë përjetuar këtu, e ka kaluar luftën, kjo jona këtu e ka kaluar luftën. Po që ishte kryeministri do të bëndë edhe një pyetje, pse nuk i siguroni shtëpitë? Kjo është shemeta jo. Ku, o zotni, ne nuk jemi siguruar për vete se nuk kemi të ardhura. Vemi punojmë të mbijetojmë, nuk kemi le, ku i kemi, unë s'kam siguruar jetën time radhë parë. Mua mos o zot nesën të mbije një smund, unë mua s'mjep shteti as i kokrëleku, s'kam siguruar veten time apo burrin asnjë. Nuk kam siguruar veten time se nuk më del mundësia, se me 3 muaj janë dej, 3 muaj këte ku do vete. Jo unë, po të gjithë, po të pyesësh në fshat shumë të janë pa siguruar. Këta arrin sigurohen në moshën, që sigurohen në moshën kur afron pensioni, kush mundet? Ai që s'mundet ngelet. Nuk ka siguracione, nuk ka asnjë në fshat, nuk ka. Kush ka na një punë, na një gjë siguruar për në anë e punës, ndërsa ne që jemi të pa punë, nuk na ka ndihmuar shteti as për një gjë, nuk kemi. S'kemi pa neve ndihmë na shteti as për një gjë, nuk kemi. Vetëm krakim. Faleminderit e juve. Inshallah. Të nderuar miq, këto janë vetëm një pjesë e dëshmive rrënqese. Do kemi vetëm një publicitet shkurtër. Shikoni ku jam, në një shtëpi që ka mbetur vetëm 4 faqe dhe mori sepse nuk ka çati. Kështu janë gjithë shtëpiat e djegura dhe të gjitha njerëz janë mes 4 rrugëve sepse aktualisht janë të pastre, pa të ardhura, pa pronë. Të gjitha gjithçka shkrumbuar për ta, ka rënë jeta. Dhe gjithë thonë, syt nga kryeministri, me njerë mbas publicitetit.
Rikthehemi miq, ndodhem në fshatin Skënderbegas, fshati më i goditur në Shqipëri nga zjarret. Zjarret që ranë këtë verë, që ishin katastrofë, të pa para e pa dëgjuara. Zjarri që për pak desh përpin gjithë fshati. Fati e desh që disa shtëpi shpëtojnë, ama disa tjera kanë përfunduar në këtë derexhe. Kanë mbetur vetëm këto kolonat në këmbë. Unë jam me disa prej banorëve. Disa dëshmi dëgjojnë pjesën e parë, të tjerë duhet dëgjojnë pjesën e dytë. Janë dëshmi vërtet rrënqese. Dhe gjithë mesazhet shkojnë për kryeministrin, pasi deri tani asnjë strukturë shtetërore nuk po bën gjë, përveç se disa ndihmave me miell e sheqer uris. Bab si quajnë? Mua më quajnë Baze Korrica. Jam 62 vjeç, pension me gjithë grua. 72? 72 vjeç. Po, tash i dhe ka pojmë tash se jemi të deru akoma, nuk në ka kaluar dalë ajo. Këtu s'të lë ajri karbonit, Po, manerë karbonit. Edhe ne përpara kërkojmë rrugën njërë. Jemi të smurë. Jemi të smurë, s'kemi rrugë. Kjo rruga katastrofë, që është 5 km shi. Po, kjo. Po pse se bën të 5 km, pse e lanë kështu? Nuk e di çfarë bën shteti. E doktor nuk kemi këtu. Kemi marrë ilaçet gripera, i kemi hudhur, nuk i kemi berë. Po pse? Po nuk vjen, të shtunë edhe djera se kanë pushim. Pas ka kush ta bëj? Pore, po. Duhet mësoni vetë. Po të mësoj vetë me. Të gulim gripera vetë. Se s'kemi që të bëjmë. Ankohemi, thot, i ka ankohë, thot, unë nuk të vitë, të djera dhe shtunë nuk vjetë, dhe kanë pushim. Po të bëjmë ne, ku lëmosim. Unë të ashti, lera malli u dojtë, ka shtuar vetë në shtëpia. Edhe shtëpia si ka shtuar nuk e di, më javë, jo, nuk e di si ka shtuar, po. Është dikur dhe malli është dikur. Qatë është dikur të, qatë dëmi? Po lopë ma prunë tash, ma prunë i shtetit tash lopë. Ta kanë sjell një lopë? Po ma Pra sonë. të dojsh një lopë, ta sonë një Po lopë? ma sonë lopën. Po mirë, shqyqyri. Po me qa do ushqesh lopën, ka? As një balë. As një balë shteti. As një balë. Se qa do hanja lopë, nuk e di. Po kjo ka shtaj që kanë sjell tu, apo s'është për lopën? Jo, o nuk të fshatarë tash e ka për vete, nuk e ka për mua atë balën, e ka marrë për vete. Po shteti mua djemë sot, nuk më ka pru një balë që a jetë lopë sot. Me kuptar. Unë tash vim baktia, janë 5 kokdhan, i ka qunin martë, janë veti tretë në shtëpi, kasollat janë djegur komplet. Janë djegur komplet me pare, me ashuja, nuk nëmërojnë me miliona bara që kam berë për arat. Kam vajtë me gjithë grua, e kemi ngarkuar, e kemi gjuar shtëpi, ato dojgjën të shi, shtetja asë një dorë. Kush më tha mua që kishte 100 dele? Unë i kam. 100 dele tu dojgjë? Jo, e nuk janë djegur. Shpëtuar? Ja ka shtuar, e shënë marë qoni. Po sa, qa tu dojgjë? Po pa ta qa për shtesat, jo gjoja në shtëpi, ato janë djegur. Sa kokë tu dojgjë? Oja 15 kokë, 10 kokë kam shënuar, se nuk duk që mërë, se ishin djegur komplet. Ishin shkrirë? Pa, ishin shkrirë. Demi matë me bërë një qenë. Eri Qandeja, eri këtu, kam iku për plakën. Tu ishe plaka, ne ishe matyja, si kemi shtëpar, nuk e di. Ja ta digjojmë lutem. Unë në shtëpi, kjo ka qenë në Greqi, të shtëpia saj. Unë ishe atyja, kishte bali vadho poshtë, edhe ajo ngriti plakë dhe e ka hudhëm mi qatit, shtëpisa saj. Ku do që shtëpia saj, kam bluritur. Ku do që shtëpia saj, do që vetë me si njeri, bura grua, s'kishim asë që parë ndi me fare, asë nga pushtetë, asë gjepë gjë. Do ikim, tha grua, po ku të vejmë? Ku të vejmë? E mbushë mendin, ku do më aty në zjarë eri këtu? Ku do që pjesa? Zjarë atyja. E po ikim gjem aty të lokali. Aty e na eri ato bozi për ma thanë, razë jarë të për para. U azuri rrugën? Na i zuri rrugën. S'kishte mundësi me të shkomi. Po, s'kishte. Ne na ka shtëpar vetëm ato bozi e ruajt zotjat shoferin atyja, se ne do ishim ndjekur rrugës edhe hajde gjeje kush ishe abazi, kush ishe teatri, kush ishe fiksi. Ai shoferi ju ka shpëtuar. Po, vetëm shoferit. Mes përmes flakëve. Po, mes për flakëve. Thoj kush dojnë tash, neve na ka shpëtuar ai. Shiko, ai si çfarë ai, erdhi autobusi na mori në mes flakës, unë fik. Po, mes flakës na ka kemi. Që nuk u ikte autobusi. Meri do të frymë. Kta që edhe ikën. Ngela u, burri dhe çupa ime. Po me.
Jo me të shty. Atyja. Shtyni të autobusin. E shty, more. More, U dogje, more. U dogje. Kemi para dite, e kemi parë vdekën me sy vetë. Vdekën e kemi parë vetë me sy. Nuk kam parë, nuk kemi parë. Nuk dimi nga tymin. I thash grasur, hajde vejmë ati të shkolla, thërse u dogjëm. Hajde, po u dogjëm këta do t'i gjemi dhe neve. Po hajde vejmë ati të shkolla, ati se të shpojmë jetën. Jo, tha po u dogjëm këta do t'i gjemi dhe neve. Ashtu bem. Po vetë merri autobusi që poshtë, se ku këthyë, i qenë 2 burra grua këta, se ku këthyën këtu të ashtë, ne ishim për parë, na mori pasaj, të tërë, kjo fshat në fshatë, kush kishe makinë, kush ashuja, iku për parë, në nartë, vajtëm dhe neva ti, pasaj, unë dam shkon. Sot, ku janë njerëzit, sot? Ku janë njerëzit? Njerëzit ashtë janë pa shpi, ore. Pa shpi kanë di. Ku do vej, ku do limosin? Ja, unë ja, po prej, sa ka shtëpin, po mua vim baktia tash për 2 muaj, i kam thënë, i kam vajtë kryetari bashkisë atje, o kryetar, tash keqja është edhe shtëpia. Po dhe unë keqjam tash se vjen tash ajo do pjellin tash, do rinë të borda, do rinë shita tash aty. Po ti s'ke ku të futesh baktin. Po s'kam ku t'i fut. Ty të shpëtoj shtëpia, po tu doj pjesa tjetër. Ore po, as tash pastruar tash shteti tash thot, do t'la pastroj unë. Ku është shteti t'la pastrojnë? Se të kanë thënë shteti do të ndihmojnë? Po t'ndihmojnë pa ku është. Na ajo kërkoj. Por ty çfarë kanë thënë ty? Mua më kanë thënë do t'i bëjmë. Është larkë e bera. Kërkoj ministrit tash. Kërkoj ministrit tash që koj gjendjen ku është shtëpia e Diego këtu dhe ku është Diego malli atyja ku do vinja ajo tash jetojnë. E mua lopën për kam lidhë aty për jashtë në avlit. Do bjeshin esër. Do rishit ajo. Keq është dhe ky pa shtëpi, keq është dhe ajo. Janë barabartë. Edhe në ajo themi, e do ministri këtuja, se në ka thënë që do t'i bëjmë të gjalla, do t'u bëjmë shtëpi, do bëjmë kasolla, do t'i bëjmë në vloqet, urdhot, t'i bëjmë. T'i bëjmë. Nuk jem në ta, t'i bëjmë. Adhe nuk përta s'nje. Faleminderit. Faleminderit shumë, juve që na erdhë, na shuja. Kush e do mikrofoni? Është i lirë. Ja, Unë jam në i Paloshi. Jam 67 vjeç. Si që thanë edhe komshinjë këtuja, që u dogjëm në razjarë u dogjëm unë, ditë e zjarë duk që është këtuja, që është ngrapsh. Erda atë mbas dite që morën vesh që razjarë dhe erdi këtu së dhe Begas erda dhe nartë atje në blokoj policia, ushtria, nuk në lanë pinim për pjetë. A bën mirë, bën keq? Më thëmë se bën mirë pak të në shpëtu një jetën një. Po, si të dojtë të thosh, ne themi po të ishim këtuja, po të kështë lanë edhe mund të këshim shpëtuar në diçka. Se kishte shpresë për shpëtuar. Jo, po, kishte shpresë. Kishte shpresë. Po të isha aty, në asfiksia ty mi duke dim, këshuja, po në plaka neve... Ja ta të gjëjmë na imin të të. Në plaka këtuja dhe mund të ashtuja, se plaka vita ndeja, po vinte shumë lartë. Ke prasus dhe i këshim që poshtë, edhe mund mos të kap të plaka. Po tybi asfiksia tybi s'mu të thënë do të një. Edhe erda ti dhe dytë, mbjes, kam zbritu këtuja, pa shtëpin, o të parua. Në atë kohë erdi dhe shefi e emergjensave, Shoku Akiqako, kemi zbritu poshtë, kemi pa shtëpin. Edhe tha, që është dhije këtu, tha, po që të gjeja shpinë kam, këtu tha, s'ma bërë të betja, tha. Shumë pak që ka dikur ta, me gjitha ta, tha, shkryë zotit, ta. Me që pashat plak dhije, ta, që s'ishte pa mundë ndërija, ta, kur pa shpinë kam, ta, u abita dhe vetë, ta. Por e ditë brenda, si që ka një shtëpi me të gjitha malli brenda, magazina, fuqi rakije, kaza rakije, lavanda, pata 10 kujtale. Jeni të famshëm për të bimët medicinale, Po, ato jetonim, ato jetonim. Këto punonim, jetonim. Pata që të rajullinj, ka gjellu 20 rajlë, se shka gjellu dhe ato ja, thua se ka gjellu, për ato ja përzhitur. Ka gjellu dhe një qëtër e rush, edhe as gjetit.
Dhe e keni qenë fshati bukur. Edhe asgjë tjetër. Shumë i bukur, ju keni pas të pisha të njerë të kanë qenë fantastike. Një ka Po tishull këtu ishte. vije edhe bushe me frymë po. Në fshat tonë vetë dy shtëpia të Bushe me frymë. tëra me tingëlla të reja, me shtrim, me suvaja. Dhe sot që shumë dikra që bukur dhe të. Çfarë themi edhe këto I bukur, po ka qenë më i bukur. Po smurjet atje ku qesh. edhe këto orientit shtëpiake erdhin i regjistruan ataja. Shikoj shtëpitë aty si janë. Ashtu ka qenë tërë. Ja, e kemi shtëpitë aty, ja. Me një foto. Me një foto shikoj. Si ka qenë Skënderbega si. Këto orientit shtëpiake që erdhin ata komisioni regjistroi nuk kemi ankesa për ata që regjistruan sepse ata çfarë të thoshë shkori, po në moment e ishim që ata erdhin ditë 2 dhe ditë 3, ishim mbaruar. Edhe kemi ne shumë gjëra pa i regjistruar. Unë 10 kujta lavando si kam regjistruar. Pa ata makinerinë shkude Ullirit se regjistrova dhe pa dit që i bleva vjetë gjitha. Ato të shkundi su Po, Pa, të e ka marrë 800.000 lekë vjetë. 800.000 lekë e ka marrë. Ke marrë të mirë. Shto do të. Nuk mundi të regjistrojmë se ata s'pa të faj, po dhe neve s'ta vitet të mirë. Jo, kujtoj këte, po arrosh tjetra. I bëjmë thirrje qeverisë, ta ndihmoj, shikoj, të veproj. Mjafton vetëm të vi. Të shikoj, të veproj. Çfarë themi ne tani? Ne do me nisi këtu edhe si llafe. Ju faleminderit. Edhe i qas gjë mos të bet, mjafton që me atë na ndihmoni, na jepni kurajo. Unë flas në emër të mamas time. Kam 12 vjet që e mbaj këtu, se kam babaj. E kam mbajt, kam lënë fëmijët në Gramsh, edhe kam 12 vjet që mbaj maman time. Më shumë punoja këtu se sa punoja për fëmijët e mi. I kam çuar në shkollë fëmijët. Ajo është 82 vjeçe. Të them për atë ditë, sa dola jashtë në shtëpi ku shikohën pjesa për jashtë atë ditën e zjarrit, shtë shikonja, si që janë këto kongjillat këtu, binin. Po tymi dhe zjarri ishte në Kullollas. Dola pasaj, i ka deri te kodra lartë shtëpisë time, sa më shumë afroshja lartë kodrës, nuk mbushja do të me frymaks as fiksoshja. Pasaj me vrap, erdha poshtë, mora maman time për krau, i thash hajtë se do ikim, se unë s'kisha, se unë jam... Si e morë 80 vjeqë, si arritet ata. Për E krau. prura deri aty, zvare, na një metro, aja thoshte qëndrojmë këtu, thash unë mama, thash unë si këtu dhe aty njësoj është. Te pjesa aty, te kodra, ishin shtjellë gjithë dhe shikonin. Edhe unë ju thash, o burra, ikni, thash unë, fikni atë zjarin atje mbledh, se po u fik atje në bledh, thash nuk vjen zjarri këte. Do me thënë këtu që e vetëm ky defekt, t'ishte fikur zjarri në Kullollas dhe në Blec, fshati jonë s'ishte djegur fare. As ishte cënitur fare. Po ta dëgjoj kryeministri këtë, do të thënë që ekzistonte mundësia po të në origjinë. Mundësia po të ishte fikur zjarri në Kullollas dhe në Blec, Nuk e pa do dëme. do fikësh. Për shembull, këtu këto Avionët kur erdhën avion? Kjo është këto shtëpi që kanë qëndruar këtu, dalen një qik juve. Kjo është këto shtëpi që kanë shpëtuar këtu, kanë shpëtuar vetëm nga avionat. Mos të thot asnjëri se e shpëtova unë, e shpëtove ti. Pra erdhën Gjitha, avionët shpëtuan shtëpi. të gjitha shtëpit, të gjitha shtëpit që qëndrojnë këta se do ishin për si puna ine, si puna saj, të gjithë kanë shpëtuar nga avionat. E mos thot asnjëri që i shpëtova vetë me qa ti shpëtonte? Tu s'kishte ujë për të pirë, jo ti shpëtonin avionat. Ato vetë, ta shpëtoja unë ose ta shpëtonte një tjetër. Po mirë, po t'ishin ngrit avionët më herët. Kishin ardhur Po herët. atere, kjo mundësi është. Ishte atje. Kjo mundësi është. Kjo mundësi është. Prandaj, të them, tek shtëpia më ka ikur pasuria dhe mundi dhe djersa e 3 brezave. Pra tu shkrungu dhe ty shtëpia komplet. Do me thënë me zdrygtari, me shtëpi të re, me si llogaritën kasollat dhe ato si llogarit njeri si kanë laps fare kasollat. Me bagti mu do gjën brenda. Sa bakti do? Aty 6 kisha, kurse tjerat i kisha në mal me kopene e këtij zotris. Që kështu ati është bërë e kam shpinë buz rrugës. Vetëm ta shikosh e të shikosh, se qa si përfaqe e qarë katastrofe është. Sa mbaroj me misionin të shkojmë të shtëpitë tuaja që mi keni treguar, që ti dokumentojmë që kur ju flisni,
Unë të publikoj pamjet, Po. dhe kemi korrekt me... Dhe të dyja herët, si herën e parë nga Ministria në policia që u bë në ato verifikimet, jemi shumë të kënaqur, i kanë matur cep dhe mcep. Pra matit janë bërë drejt. Matjet janë bërë cep dhe mcep. Urojmë që edhe dëmshpërbimi të bëhet. Edhe herën e dytë, po ashtu që erdhin nga bashkia dhe atë janë bërë mirë se si kemi shënuar ne. Nga një arromim, një... Po të gjitha janë shënuar. Tani, vetëm kaq që mos... Unë s'kam ku të fle sot. Erdha sot në Kuvikë. Jo, po erdha në Kuvikë, ku të fle unë sot? O mos za dalen çikëm. Kam një muaj të Dale mos. Tani mos ta zgjasim shumë se janë Unë s'kam ku fle. Ku do fle sot? fukarallek llafet e shumta. Ne tani i kërkojmë qeverisë të na ndihmojnë Po ju nuk e ke tash. me këtë tragjedi që kemi kaluar. I lutemi shumë më përpara të ndihmojnë këta që s'kan ku të futen, pasaj avash atyre dëmve të tjera se ne nuk se të ikin. Mamaja ime për shembull më mirë që të ikun në gropt se sa ikun nga shtëpia në këtë gjendje. Në këtë moshë. Edhe në kohën e luftës thot mbulomim kokën dhe futshim strehuam në mal. Prandaj nuk se të lidhem me fjalët Ngelja sferas gjithë gjë. mos ta zgjasim më shumë. Duam ndihmë. Kaq, asin gjem tepër. Faleminderit dhe juve. Sa vjeç e je? Unë 58 vjeçë. Shumë të munduar. Po jam e smur. Se këta unë nuk e mbaj për qef. Jam e smur me diabet, me zemër. Nuk ti numëroj dot për këtë momentin. Jam e smur. Tani ke edhe këta hall. Edhe ky ra akoma mirë kë. Ky më shëroj me mua. Ky halli i shtëpisë. Ky më shëroj tani. Ço të them? Erdha sot në konveti, kam një muaj atje, mos përndi, jo për ushqim, se shu, për vjetin ishte skandal. Se nuk jam rritur, unë në dyshek me kashtë jam rritur. Po sot për sot me zi të rrgova shpinë. 66 vjeçaj. Unë nuk kam punuar, jo se s'kam punuar, po jam e smur. 66 vjeç, i ka akoma rripat këtu. Se punonte për vërishtat e tjerve. Me qa ta ndërtoj u shpini me? Ta ndërtoj u me shkop? Se bëj dot? 190.000 lekë merë. Ta bukat, blej laqa. Atë mirë, tha, ka dhe në makaronerisë. Unë s'kam për të zirë. Ku ta zirë makaronet? S'kam lukun, s'kam të nxerë, asgjë s'kam. Po s'kam unë, që ta zirë? Më ka dhe në ushqime, se nuk ja bëjmë dot. Ku ta zirë? S'kam shpi. Jam dhe emën, shu se e kam ne keqa. Se shkopi kë nuk mbajt për qef. Sot ku të flesh? Sot, qëkojmë. Ka një motër këtu, dhe vete atje, të kunata. Qatë dhe? Atje dhe vete. Po të tjetëri, jo se se mirë kunata, po nuk jetohet. E mirë është, dhe rri një natë, 2 dhe 3. Po prapës, jo së mbet mirë mua, po nuk jetohet të tjetëri. Motër e ka, të mirë e kam, po. Si shpjes eshtë. Unë atje nuk shtrijem dot. Më vjen zona burri kunatës. Ndërsa shfitim më vjen zor. Burkunate është, jo sa ishi keq. Po fëmijët, qa po përjetojnë fëmijët? Fëmijët përjetojnë keq, çunin e kam pa letra. Në Greqi, kam marrë dhe familjen, nuk vjen dot. Gocën e kam në Bratil, qa përjetojnë, a tha këshu fëmija, shëqy që gjetëm ju, mami dhe babi. Pra në jetës tonë, kaq tha fëmija, që do në thoj, nuk më vjen dot çuni, se kam pa letra. Kaq. Do flas dikush për të bërë mbylljen? Do flas dikush tjetër? Po. Këto pretendimet tonat merren konsiderat. Këto pretendimet tonat merren konsiderat. Ju falenderojmë mirë që erdhë për shqetësim që kemi ne si banor. Unë fakt jetoj me ilagje tjetër Zënelas. Po kjo su mor vesh, a nga robi që e Kastile, a organizuar, po në atë shatë ku banoj unë, le në erdhi natën flaka, po s'patëm as i farndime, as zjarë fikse, as helikopter, as gjepegje. Erdhi ushtria, rrinin zatë lumit atje, edhe as ndërhyn fare që të ashu për... Qatë të mund, hajde po deshta dhe filmoni ande, s'ka ngelur gjame. Komplet, janë ndjekur me rush, me ullime, mua më do gjënë ca bakti. Shumë jo pa aqë, kisha mundësi unë, për mua ishin shumë ato.
Po një 5 kokë nga të racat, një 6 kokë me shpëtuan, se unë ilqova tikja me ti që janë lumë të dilja me fshat më tanë. Pa to shpute se malë si kënatën. Që të mu? Që ato kishin për veshpirë. Atë ke prunë në tatën. Po që bëjme? A që mundësi kemi? Në ndjekur ca arë, ca ullinë, ca... Të më dhënë ti sot me qa do ndërtosh jetën, qa do shtysh për para. Po qarë, këtu ka marruar fare atje ca qinikur atje ku bëna unë. Edhe ca u tremën nga zjarri me ike se janë ndjekur dhe atje dy shpi. Ju falenderojmë që ert për shqetësim që e shujta. Po, të vi zjarri nga maja e malit. Dëven të borrit që themi ne për 24 orë shtetin Masajir kjo mua më duket që organizuar. Pra ti thua të shteti po të kishte reaguar? Po, ka rënë vit për vit zjarrat e në të fshat ku mori, po ka qenë blokosh. Kurse si vjetë e lanë kshuata pas qefit. Morën dhe njerëzit i mori ushtria i vuri për para, edhe lanë zjarrin beri qardeshi. Ju falemderit juve. Fjalët e fundit, drejt për drejt, çfarë do i thoje kryeministrit me gjithë këto halle që dëgjuam? Mirë se na erdhët, shumë falemderit. E shihni dhe vetë këtë tragedi, shumë të madhe, shumë të vështirë, edhe shumë të rëndë. Edhe nuk e pandenim tani, nuk e di se kush ashtu këta. Se i Zoti ati që ka qenë kullolla, apo tjetër nuk ashtu do të këtë fatkeqësi të madhe dhe kaq të rëndë nuk e prisni. Kemi ndetur 4 ditë në kombi, ditën e 5 kemi ardhur këtu. Thash unë djalit unë do rri aty, thash do vdes këtu se nuk kam ku shkoj. Ti do veç atje, do ashtu. Kraja kosh djali më çoi në Gramsh. Gjeti një makinë dhe më çoi poshtë. Kur erdhëm neve, qanja ati o Zot, thash unë të kem shtëpi, thash. Më zhdigu kasolla lartë aty, 2 kokëdhi. Mu djek që ati e si për me ullint këtu. Po të shpëtoj ca ullint, po brenda po. Shpëtoj. Edhe më janë djegur gjymullarë poshtë aty. Kështu nuk dim kështu, nuk dim të thejme, po për një pjesë që janë jashtë fare, është shumë e rëndë. Edhe qeveria nuk ka mundësi që të bëjnë asin diçka. Po. Qa duhet bënde qeveria si pas të jenë? Shtëpit aty, të rrugëllonte, ti bëjt sa më shpejt? Po. Se s'kan ku të rrinë, nuk rrish ati jo për në një, nuk rrish. Tu muret, një pjesë mureve kanë qëndruar, janë të forta. Po. Tu, po, normal do vi inxhinieri, do ato me guri janë ndegu presa. Që nuk ka një copë vend që të ketë djegëbrim. Po është djegur komplet. Avion, kur kanë ardhë, zjarri, kishin ardhën për para shtëpit këtu, do shpëtoni komplet dhe djegëbrimi. Edhe zjarë fikset, kur ashtu e shumë që zjarë. Pra kush erdhi nga toka se bëri punë këtu? Në damat ka smatan, ke varezat kush erdhi me matan. lopata nuk është se bëri punë? Po. Dolëm ne ati në qoshet, zjarri ishte këtu, krasi ati matan që këshu ka qenë të mërshme. Shumë të mërshme ka qenë, ju falemderit. Falemderit, falemderit. Zoti kryeministër, këto janë mesazhet nga fshati Skënderbegas. Ti mund të kesh dëgjuar mesazhet tek Tuk në për kronika lajmesh. Por ky është realiteti sot, një muaj pas zjarrit. Dhe ky realitet është padureza, është pura, popullorçe. Ne nuk vim as të bëjmë politik, as të madhe as të vogël të as një ngjyre politike. Ne vim për të dëgjuar popullin. Ky është emisioni Fol. Ndaj, e vetmja gjë si gazetar që bashkohem me zërin e banorëve është një orë më parë, të paktën familjet që janë pa çati të kenë një shtëpi. E më pas, të gjitha dëmet të mund të ribëhen dhe të rishikohet e gjithë strategjia dhe të gjitha ata njerëz që duhet kishin ndërhyrë më herët në këtë fshat që ky fshat të shpëtojë. Kështu thon banorët, po të ishte ndërhyrë nga ajri më herët, asnjë shtëpi e fshatit, madje as gjelbërimi rreth e rrotull nuk do ishte djegur. Miqtë e mi, ky ishte emisioni Fol nga
Skënderbegasi, një fshat i bukur ku do donim realisht me shpirt të vinim për pushime, të vinim për bujtina, ne vim për hall. Ne vim vetëm kur ka fatkeqësi, sepse shohim njerëzit që janë në mes katër rrugëve dhe kërkojmë që përmes këtij mikrofoni t'u japim një dritë shpresë dhe të bëjmë atë lidhjen e shkurtër nga njerëzit tek kryeministri. Emisionin tjetër do ta keni të premten e ardhshme. Deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.